Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi këtu në emisionin ton Lexojmë së bashku. Jemi në ditën e 9 të muajit madhërisëm Ramazan të vitit 2026. Tani ne në studio jemi në faqe 441. Përderisa hoxha lexon pjesën e tij, ju merrni telefonat, bëhuni gati që të na merrni në telefon dhe të ndani me ne leximet tuaja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 13 deri 27 të surës Yasin që përafërsisht kanë këtë përmbajtje. Allah thot, përmendu atyre shembullin e banorëve të qytetit o Muhammed, kur atyre u erdhën të dërguarit. Ne u dërguam atyre 2 vetë, që ata i quajtën gënjeshtar. Pastaj i përforcuam të dërguarit me një të tretë e ata thanë, ne me të vërtet jemi të dërguar tek ju. Banorët u thanë atyre, ju jeni vetëm njerëz sikurse që jemi edhe ne, e i gjithë mëshirshmi nuk ju ka shpallur juve asgjë, ju vetëm po gënjeni. Ata u përgjigjen, Zoti ynë e din që ne je vetëm të dërguar të ti tek ju dhe kemi detyrë vetëm që të shpallim qartë. Banorët thanë, ne parandjejmë fatkeqësi për ju,
edhe nga ju. Nëse nuk tërhiqeni, do t'ju gurëzojmë dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhemshëm prej nesh. Ata u përgjigjen banorëve, fatkeqësia që ju ndodhet mund të vijë vetëm nga vetja juaj. Vallë, për shkak se po ju këshillojmë ne, ju po na kërcënoni, ju jeni popull që kalon çdo lloj kufiri. Dhe nga skajet e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha: O populli im, ndiqni të dërguarit, ndiqni ata që nuk kërkojnë për jush kurfar shpërblimi e janë në rrugë të drejtë. Përse të mos adhuroj atë i cili më ka krijuar e tek i cili do të kthehemi që të gjithë. Vallë, përse duhet të adhurojmë zota tjerë përveç Allahut, nëse i gjithë mëshirshmi do të dëshironte të më godiste me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi atyre zotave nuk do të më sillte kurfar dobije e as që do të mund të më shpëtonin para Allahut të Madhërisëm. Atëherë, unë do të isha me siguri në humbje të dukshme. Unë i kam besuar Zotit tuaj, andaj më dëgjoni mua. Pasi e vrau populli vet, ati u tha, hyrë në xhennet, ai tha, si kur ta dinte populli im. Është fjallë për pejgamberin, se si më fali Zoti im dhe më bëri të nderuar. Të dashurit e mi, këto ishin kuptimet e përafërta të faqes 441 të surës Yasin të Kur'anit të ndershëm. Të dashurit e mi, prej këtij leximi dhe këtyre domethënieve, shkëputemi nga studio për t'ju dhënë mundësinë juve që të na telefononi dhe të ndani me ne leximet tuaja. Presim telefonusin e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Shega. Shega, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne, Shega? Sot kam përzgjedhur me lexu surën El Asr. El Asr. A bën edhe me përkthy? Po të lutem njerë na thua arabisht, pastaj e përkthen shqip. A bën ashtu? Po bën. Fillo, Shega. Surja El Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Vel Asr. Innal insan lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Të lumt? Përkthimi. Po. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Pa shakuhen, me të vërtet, njeriu është në humbje. Me përjashtim të atyre që besuan që bënën vepra të mira, që porositën njërin tjetrin, përbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrit të jenë të durueshëm. Të lumt, Shega. Faleminderit shumë. E pa të vështirë me mësu surën Asr? E pata pak vështirë. Por nëse nuk i ndahesh, arrin domethënë tek suksesi. Të lumt, Shega, je shembull shumë i mirë, je shembull për të marrë. Dëshirojmë që edhe të mësosh edhe sure të tjera dhe të na telefonosh edhe ditëve në vazhdim, që të ndash me ne leximin tënd. Të dashurit e mi, të gjithë teleshikuesit, ashtu siç her pas here e kujtojmë, mësimi më i miri është duke lexuar dhe duke e dëgjuar njërin prej lexuesve të Kur'anit në të njëjtën kohë, domethënë edhe gabimet eventuale kalohen duke i dëgjuar lexuesit. Shegës i dëshirojmë iftar të këndshëm dhe shkëputemi prej saj për t'u lidhur me telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Salamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Unais Misini nga Prishtina. Mirë se erdhe, Unais. Mirë se gjeta. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Surën Yusuf. Cilën sure? Yusuf. A bën diçka ajetet e para të surës Yusuf? Po. Hajde, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Të lumt, mashallah. Allah të rujtë është përblef, faleminderit shumë për këtë lexim, Pordra. A më në të dëvojë? Me shumë kënaqësi. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin të lutem? Amar. Amar, mirë se erdhe. Mirë se erdheta. Qa ke përgjedhë sot me lexu me ne? Pjesën e 9 surës Isra. Fillo të lutem. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Allah të rujtë është përblef, faleminderit shumë Amar. Ju presim me ditëve tjera, me kësaj leximi të mrekullueshëm të na telefononi dhe të na pasuroni emisionin ton. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm, shkëputemi nga Amari dhe presim telefonuesin e radhës. Alo, kujt I themi? Alo? Kush na telefonon? Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin të lutem? Feruza Berisha, nga Bordi Madh dhe sot e kom përzgjedhur me surën Felak. Fillo të lutem më njëherë. Kul a'udhu bi rabb Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma halak wa min sharri gasidin idha hasad wa min sharri nafas. Edhe njëra bëm për fillimit Feruza? Min sharri Po, mos ki dert. Filla dhe njerë, për fillimit, qitë. Unë e kom përgjë në thonë surën Felak. Thuje të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasidin idha hasad wa min sharri nafasati fil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد. Lumë Feroza, Allah e të rujtë e që përblej, faleminderit shumë. Feroza, tani veç është bërë telefonusja jonë e rregullt, si kurse edhe dy bashkë qytetaret e saj, Sumeja dhe Vlera. Ju e begaton emisionin tonë, me kënaqësi ju presim çdo herë kur na telefononi. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe ju presim ditëve të tjera. Vazhdojmë tek telefonata tjetër. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Yusuf e ka Pristina. Yusuf, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Qa kemi lexuar sot me ne? Ajetin e Ramazanit. Mashallah, hajde bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah të rujtë, faleminderit shumë.
A mundet edhe motra jama? Pa tjetër. Faleminderit shumë, Jusuf. Motra, salamu alaikum. Emrin të lutem? Anisa, qa ke përzjedh sot me lexu me ne? Surën Duha. Filla të lutem, me njerë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ولسوف يعطيك نكلمه. të lumt, Anisa. Faleminderit shumë. Vazhdo, edhe mësoj deri në fund, edhe mësoj sure tjera dhe na telefonani për të lexu bashkë me ne. Allah ju rujt, Allah është përbleft, ju dëshirojmë iftar të këndshëm. Shkëputemi nga Anisa për të lidhur me telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Dua. Mirë se erdhe Dua. Qa kemi lexu sot me ne? كل شو الله أحد. Fillat të lutëm me njerë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. Mashallah Dua, të lumt, Allah të rujt, Allah të shpërbleft. Vazhdo mëso dhe sure të tjera dhe na merr në telefon në ditët në vazhdim për të na treguar çfarë ke mësuar. E në veçanti është e rëndësishme shumë që këto ditë Ramazanit t'i gjallëroj me mësime të reja të sureve tjera. Bukur shumë. Iftar të këndshëm Dua. Nga Dua kalojmë tek telefonusi tjetër. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Maria nga Komuna Brakashi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Qa ke përzjedh sot me lexu me ne sot? Felekin. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Të lumë Bahrie, faleminderit shumë. A është dikush tjetër, vlla apo motër? Po urdhrat lutem. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Doni, Mirë se erdhe. me se gjeta. Qa ke përzjedh me lexu sot me ne? Kullu vallahun. Fillo të lutem. Kullu vallahu ahade. Allahu samede. Lam yelid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah të rujt, masha Allah të barak Allah, në knaqe. Faleminderit shumë. Duani, Je hoqim me kulushme. faleminderit. Kush është tjetër? A ka dhe dikush tjetër që dëshiron me lexu pe familjes suaj? Jo. Ju presim e ditëve tjera të na telefononi dhe të na kënaqni kështu me leximin tuaj siç bëni çdo herë. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selamu alaikum. Alo? Merva. Mirë, mirë se erdhe. Qa kemi lexu sot me ne, Merva? Ilhamin. Fillo të lutem më njëherë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumë, Merva, faleminderit.
të presim me ditëve tjera, Allah e trujtë të shpërblet shumë bukur. Veç vazhdo kështu. Të presim me ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Nga Merva shkojmë tek telefonuesi tjetër. Alo, kujt I themi? Alo. Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Suhejla. Mirë se erdhe Suhejla. Mirë se gjitha. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Surën Duha. Fillo të lutem më njëherë. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Lumë Suhejla, Allah e trujtë e shpërblef, faleminderit shumë. Me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum salam, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Emrin të lutem? Alisa Shbrella. Mirë se erdhe Anisa. Qa kime lexu sot me ne? Surën Adiyat. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masha Allah, faleminderit shumë. Ju përgëzoj që të dyja keni një lexim shumë të bukur, veç vazhdoni. Vazhdoni mësoni sure të reja derisa të kryeni krejt Kur'anin përmendsh, edhe vazhdoni me mësimet e Kur'anit madhërisëm. Ju presim me ditëve tjera që të na telefononi, tani ju dëshirojmë iftar të këndshëm. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje prej telefonatave për të kthyer këtu në studio për ta prezantuar mysafirin e sotshëm që është mysafiri I vetëm sot në studio, I cilit I duhet kohë, ndoshta sa 2 mysafir dhe caktimi Zotit e bëri ashtu që të jetë I vetëm, është Kastriot Xhemali. Kastriot, mirë se erdhe. Mirë se gjeta hoq. Faleminderit për ftesën. Kastriot, qysh po shkon Ramazani, qysh po shkon aktiviteti, qysh po shkon leximi I Kuranit? Po alhamdulillah, si çdo herë Ramazani e ka një aktivitet shtesë prej ditëve jashtë Ramazanit. Edhe lodhja është pak më e madhe, po është më e durueshme. Krahasu me ditëve tjera, shpesh herë është me meditu që është njëjtin aktivitet me bo jashtë Ramazanit, nuk mundesh me qëndru. Shkojnë 2-3 ditë, 3-4 ditë edhe kishe kollapsu. Ndërsa në Ramazan e shtyn gati gjithë muajin me pothuajse të njëjtin intensitet edhe ecë. Elhamdulillah mirë është të shku, po mundohemi me abo hizmetin që thot populli me nxanë diçka pjesë e vapëve. Si çdo herë angazhimet në xhami, teravit e këto, po lexojmë gjithashtu edhe hat me grup, që është një aktivitete më shumë të qëllume që e kena bë kohëve të fundit. Edhe mirë, elhamdulillah shumë. Alhamdulillah. Të kujtohet takimi jot I parë me Kur'anin, me mësimin, me thonë çysh ke ardhur deri te fillimi, çysh ke filluar me mësu Kur'an? Po. Do më thonë dikur ka shkolla mesme, ka fundi shkollës mesme, kur veç se fatkeqësisht ka qenë fatkeqësia e Hoxhës, që më ka bë mu drejtu ka Zoti, se do më thonë s'kem ditë me menu në këtë drejtim, derisa në presha e rahatia e dunjas, që se këshëm pas mendu që prishet në herë. Edhe prej asaj mas nej... Vdekja Hoxhës, do më Po, vdekja Hoxhës. Edhe ajo mu personalisht më ka shty ma shumë më lidh me pjesën e adhurimit Zotit edhe fesë, se ka qenë edhe ngushëllim, po ka qenë edhe një thymë jashtë e bët kuptimit që s'ka ka gjithçka këtë dunja. E më pastaj është pak dyqysh që ditë shumë e folë se me ty jë mësu. Ndën se publiku këta nuk e dim, po me ty jë më rritë. Edhe gjithashtu edhe me Abdullahun shokun tëni, cili gjithashtu më kam mësu për ti. Unë kam fillu me Abdullahun faktikisht në shkollë me mësu, e mas ne jam transferu të ti.
Edhe qysh atëherë të me thonë, jemi bashkë dhe i sëtë. Alhamdulillah, inshallah deri në vdekje edhe dhe të takojmë Zotin. Allahumma amin. Alhamdulillah, ata që s'njojnë, po du m'ja përmend sare ke mësu tajvidin ose ke ardhur në klasë të tajvidit. Edhe pse? Po, si thash më herët, si na ndokur, edhe unë e krysha tajvidin me një grup, ve ke grupi tjetër, unë e rresha dhe me ata tjertë. Rresha me tjertë, e kum kry 3 herë me hoxhën, edhe gjithashtu gjatë një kohë kam jetu jashtë në Gjermani, atje kam pas një shok hafez nga Egjipti, edhe me ata e kum kry një herë, se unë për vete nuk e shokja që kryhet në herë. Sa herë kum mësu, mu ka përforcu diçka, mu ka ngulit në kry diçka, gjo që mu ka bo mos me harru. Edhe me mbojt men edhe set, dhe me thonë, që shpesh herë disa regula plet i bojnë, dhe me thonë i din me realizu, për si din kështu mi përmen me emna, unë elhamdulillah, për shkak që i kom përsërit disa herë, i kam në kokë. Alhamdulillah. Për ata që nuk e njohin, Kastrioti është bashkëpunëtori më i afërt në viteve të fundit, ndoshta 10 viteve të fundit. Në pandemi unë kam dëgju për punën e Zoomit, mësimin Zoom, por nuk e kam ditë vlerën edhe rëndësinë. Thosha, ata piki para vetës piki tu i thonë që kjo është çështu, kjo është kron bot kështu, kjo edhe po hasin probleme, po çfarë do bie ka me pas në Zoom? Po alhamdulillah, domethënë kemi funksionuar dhe kemi pas nxënësa dykun nëse zgaboj 12 klasi, kemi pas gjatë kësaj kohe, domethënë në Zoom, dhe kjo tani e ka bë Kastriotën me qenë njëri prej mësuesave që jo ka mësuar të tjerë të gjvidin, Allah shpërbleft. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme me përmend, domethënë që nuk është diçka e thjeshtë të gjvidi. Nuk e di prej hoxhallarëve thot për 3 javë ja shpjegoj këtë të gjvidin, në medrese kemi pas 4 vjet. Domethënë edhe don përveç si njësi mësimore, don pak gjithse cila me pa ku e ka vënën e vet dhe me qitë në praktika jo. Po ndoshta me mësu për 3 javë mësen, po është ai mësimi si përfaqësor bazik. Ndërsa nëse dën mas 3 javë tjera për një me mësu, ke prap me nej që adin kërkan një kohë ma gjatë dhe ngulitje në kohë këtë e përsërit, shumë herë. Se sa ma shumë që e përsërit, ma pak e harën. Po më kujtoj taj shembulli me atë plakën, a i hoxha tu përsërit në stacion, që i thët e plaka edhe në mësova. Thët na lo dhe të e përsërit dhe të dhe në mësove. Kur takohet mas 2 dite, i thët loke, thët a e ke mojt men, thët ja, Allah e kum harru. Kjo hoxha thët në hala e kum mojt men. Që dhe me thonë përsëritja e shumët, bën që të ketë perfekcionim. Ajo çështja që e përmend e Zoomit, mendoj që ka qenë një nga projektet më të bereqetshme, ku si çdo herë hoxhën e njohin gjithë se si hoxha i Kuranit në qytet, edhe dërgojnë nxënësa shumë, edhe na elhamdulillah na u ka mundsu edhe neve nxënësa të hoxhës pas ne mu kyçim projekte, me mësu të tjerë. Po realisht në xhami kemi pas shumicën e herëve njerëzve që vinë në xhami. Ndërsa Zoomi ka jap mundësinë edhe plot njerëzve që s'kan mundësi me ardh. S'ka shkel në Kosovë kur? Edhe s'ka shkel në Kosovë kur, që besa edhe plot për tyne e dim që kanë qenë në moshë të shtym, edhe ja ka mundësu, domethënë ja ka jap mundësinë të mësojnë nga ambienti të shtëpisë vet. Kemi pas 71 vjeç, 72 vjeç, 76 vjeç. Ka pas që s'den me shkru. Po, shqip s'den me shkru edhe me lexu. Edhe elhamdulillah e kam mësu Kur'anin. Kështu që kur ka vullnet, si çdo herë, punë të bëhen. Veç a ka vullnet edhe ka njerëz që i rrin mas, në çështje të caktuar, mos më u ndash të rëndësishme si çdo herë që e përmendim, edhe hoxha dhën. Allah trujt, çka ke përzgjedh sot me lexu? Ndoshta me lexu. Zakonisht na nuk bëjmë diskutim kaq të madh, po ke rëndësishme që ke ti, edhe keni mysafir këtu, edhe çato çka u than besoj që janë të dobishme. Çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Ndoshta me lexu fillimin e surës Yusuf. Është sure shumë e dashur për mua, kështu që po ta qef me shfrytëzu rastin këtë me lexu. Pse ke përzgjedh? Po bashkë të pjesë. Sura Yusuf i flet shumë jetës tem. Është shumë interesant se i flet, a i flen? Edhe dyjat. Edhe i flet shumë, se sura Yusuf për i me ka mësime gjigante, po nuk e di, prej fillimit jam dashuru një farformë në këtë surë dhe gjithmonë e lexoj me qef madh. Edhe të një më me meditu. Po. Se ka mësime të shumta qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë jashtë vendit, qoftë në pushtet, qoftë në dobësi e këto me radhë, që i ka në vetë sura Yusuf. Prandaj mu më ka bë përshtypje çdo herë. Alhamdulillah, fjala është për ty Kastriot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Allah shumë blej, faleminderit shumë. Të dashur të mi, e bëjmë një shkëputje prej bisedës, prej leximit Kur'anit, këtu në studio për të kthyer tek ju dhe për të pritur dhe për të përcjellur telefonatat për të dëgjuar leximet tuaja. Presim telefonusin e radhës. Alo? Anita mo. Selamu alaikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Jam Kanita Muareme. Mirë se erdhe Kanita. I kam 3 vjet. Masha Allah, të barakallah, Allah të rujt e të rrit me të mirat e ti, me prindër dhe në udhëzim ndaj në nështrim në udhëzim të Zotit. Faleminderit. Kanita, qa ki me thonë me neve sot? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Të lumë Kanita, mashallah, në ke knoq. Faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah, të dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë nga Kanita tek telefonusi tjetër. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Mesudi. Mirë se erdhe. Faleminderit. Qa ke përgjith sot me lexu me ne? Surën Nas. Surën Nas. Filla të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Të lumë Mesud, Allah e të rujt e të shpërbleft, e falemderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. Nga Mesudi, të cilit i dëshirojmë iftar, të këndshëm, kalojmë tek telefonusi i radhës. Alo, kujt i themi? Salam alaikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Alim. Mirë se erdhe. Aliu. Nga na telefonon? Nga Kosova. Nga cili vend i Kosovës? Mitrovic. Mirë se erdhe. Qa kemi lexu me ne? Surën Balad. Fillat të lutëm me njerë. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم اللقبة وما أدراك ما اللقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مكربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Të lumt, faleminderit shumë, Allah e trujtet shpërbleft, të presim me ditëve tjera. Mashallah për këtë lexim kaq të bukur. Të dëshirojmë iftar të këndshëm dhe të kalosh vikend të mirë me familjarët tu. Ndërkohë presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Ana nga Itone. Mirë se erdhe. Mirë se e gjitha. Qa kemi lexuar sot me ne? Ju uroj Ramazan. Edhe ne atë lutëm? Ju uroj Ramazan. Faleminderit shumë, Allah e trujtet shpërbleft, edhe ne të urojmë gjitha të mirat e Zotit në këtë muaj të madhërisëm Ramazan. Qa ke përzgjedhur sot me lexuar me ne? Sa dhe këmë përgjithë surën na. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بربك واستغفر إنه كان توابا. Të lumt, faleminderit shumë. Mendova që the surën Nas, ti ke thonë Nasr. Të lumt, faleminderit shumë. Allah e trujtet shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera, na telefonosh dhe të lexosh me ne atë që ti përzgjedh. Deri atëherë, Allah të amanet, presim telefonusin tjetër. Iftar të E kam një këndshëm. pyetje. Urdhra të lutem. E kam një pyetje. Urdhra, kush na bë pyetje? Edhe motra jeme do me lexu. A gëzon? Po, me shumë kënaqësi. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Emrin të lutem? Munira. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surja Mesad. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Të lumt, Allah e trujt shpërbleft, faleminderit shumë. Pyetja e parë u kuptu, po pyetja e dytë cila ke? A bën edhe vlla jopit? Po, patjetër. Emrin e vllat? Bilal. Bilali, selam aleikum. Aleikum salam. Qa keme lexu sot me ne? Surën A'la. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masha Allah, Allahu i rujt, faleminderit shumë, lëm për prind tuaj, për fëmijët, për mësimin, për leximin kaq të bukur të Kur'anit. Vazhdoni ju lutem, kjo të mos ju vetë kënaq juve, por t'ju motivon për të mësuar edhe më shumë.
Lajrujt dhe ju shpërbleft, ju presëm me ditëve tjera të na telefononi dhe të na kënaqni, të na falni këtë atmosferë, siç keni bërë edhe tani. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe të dashur të mi, kjo ishte edhe telefonata e fundit për sot. Kthehemi edhe një herë në studio për ta rumbullaksuar muhabetin që veç e fillum, ka sret e jetë dëshmitari asaj se sa shpejt kaloj koha, na mendu me lexu 2 herë, por nuk ishte mundësia, do me thonë, asaj pjese. Duke qenë, ta themi, në xhami, në aktivitetet xhamis, ti ke edhe aktivitete tjera, edhe akademike, edhe punë tua personale, do me thonë, ku gjen kohë edhe për familje, edhe për xhamin, edhe për, do me thonë, pjesën tjetër që kërkot, sepse je obligum me shku në punë me orare dhe me dalë në teren për pjesën tënde, po flasë. Për derisa të ka që Zoti sebeb kohën e fundit, shumica absolute e punëve xhamis që janë bo me kalu në përdur tua, me mjeshtër, me tjera. Po, unë mendoj... Ku motivi, ku shtytësi? Po i motivet janë të shumta. Një prej edhe kryesori është gjithçka thujse që e bëjmë për hir të Zotit. Po normalisht përderisa jemi në këtë botë kërkohet edhe të hajmë, të jemi produktiv, të jemi të mirë. Dëshira edhe mu përmend për të mirë mos më shku ka e keqja. Dëshira edhe me kon kontribus në familje, me kon kontribus në rreth e bën vetën. Edhe sa më shumë që angazhon veten me punë me gjona, nuk ki kohë mu morë me punë të këqija. Në shpeshherë dikush kur thotë dikush bani këto, çish po kanë kohë. Po kupton, ka po mujin. Po elhamdullah 24 orë ka dita për krejt. Varet çish i kanalizon. Unë kam një farë pequj si bekem se s'di është, po me gjumë si kam punë të mirë. Kështu që flaj shumë pak, e kështu që kam kohë shumë për gjona tjera. Të na i bëj, edhe luja për vetë, edhe pse kam një moshë më të rritën, edhe si që përmendet e punojmë të xhamia, punojmë puna. Dhe më thonë, mendoj që krejt i më rri njerin nëse e ka një farë ritmit caktuar. E përmenda dhe pjesën akademike se ju keni mbaru Universitetin Amerikan këtu në Kosovë, dhe më thonë, nuk jeni xhamatli Badi Havxhi, s'po ka qanë me po për shkon të xhamia. Pastaj ke shku mbremen për master, do më thonë, në këtë pjesë, po do më thonë, jenë njerëzit, ose ma i lexueshmi që një, do më thonë, prandaj, për meni pikrisht, që me qenë edhe motive dhe për të tjerët, se njerëzit mendojnë që njerëzit që rrinë xhami që kontribuojnë xhamia në Badi Havxhi. S'kan ka me shku, kanë dështu në punë, kanë dështu në familje, kanë dështu domethënë jetën e tyre në studime, edhe shkojnë çatë rrinë. Prandaj qëllimisht e nxjerrën këtë pjesë. Allahu shpëlbet. Po normalisht gjithçka e dën një mund caktuar, kështu që në masporit jam i obliguar pas falëndërime më të nolta që i takojnë Zotit, me falëndëru familjen temshëm. Alhamdulillah. Se do më thonë, shpeshherë nuk më kam pengu për aktivitete, më kam mirë kuptu thjesht në ato dëshira që i kom pas edhe aktivitete që i kom pas. Kështu që besoj si për çdo njonin, pas mbështetjes në Allahun, familja është boshti kryesor që na mon gjallë dhe na mon me ecë tutje. Kështu që falëndërimi i parë në dynjaj ta kanë atyne. Edhe më pasaj se që përmendet është një kohë e përqud ku pretendohet se nuk përkojnë zbashk akademia me fejnë e kështu me radhë, absolutisht jo. Edhe veçanërisht kur shkresh jashtë e shet që edhe ma t'interesum janë mi eksploru këtë tema, se sa këtë të na. Dhe me thonë e kanë një etje ma të madhe për dije edhe për urtësi që vinë prej rrugëve të ndryshme. Qofshin ato laboratorike, ashtë të themi, qofshin prej përvojave për kulturave tjera, ku dhe me thonë unë si huaj në atë vend hynë edhe feja jonë. Absolutisht nuk ka kundërshtim një mu për veti këto dyja ma komplementojnë nëna tjetrën. Unë fuqimisht besoj që në njeri i ditur në shkencë, po pa një bësht moral që ofron feja, mendoj se është i humbun. Po gjithashtu mendoj një njeri goxha i moral shumë në aspektin fetar e njerëzor, po pa shkencë është goxha i hendikepum, pa dur. Kështu që të dyja e ecin njëna tjetrën, të bojnë me kom produktiv, të nejtë në kondita moralet pranueshme njerëzore. E unë mendoj që këto të dyja janë shumë të rëndësishme për individin, për gjithashtu dhe për shoqërinë e gjithë. S'po qeli tema tjera se na besim dhe në gjysë natës me kastriotin të diskutu. Koha po ecë, koha iftarit veç po afrohet, skema programore nuk na lejon më shumë, veç një mesazh me rumbullaksu, do më thonë, që
menon se është e dobishme për shikuesit dhe dëgjuesit tanë sepse emisioni jon shifet përmes PIS TV-s dhe dëgjohet përmes Radio Kriterias. Këtu mes, domethënë karakteri i emisionit ka të bëjë me Kur'anin. Unë kisha thonë mos e harroni Kur'anin, as Kur'ani s'ju harron juve. Sa herë lexoj, edhe tash edhe hatmën që kena bën grup, sa herë lexoj ajetin e njëjtë që e kam lexuar 50 herë, tash në këtë rast, në jetën tem në rast, ai të flet, domethënë në gjuhën e vet që 50 herë kur e ke lexuar s'u kanë e njëjta. Kështu që Allahu na mundsof mos me harru Kur'anin. Allahumma amin. Edhe masnej Kur'ani pa dyshim që kam na zgjeru gjoksat edhe më na bë edhe mendjen edhe gjithashtu edhe më na bë për njerëzve që fitojmë xhenetin me lejen e Allahut. Allah e trujt, Allah shpërblet, faleminderit shumë. Të dashurit e mi, kjo ishte e tëra për emisionin e sotshëm, lexojmë së bashku. Bashkë me mua që Malsopin takomi nesër me emër Zotit me mysafirt e radhës. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm, agjerim të pranuar, ju lëm në amanet Allahut madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.